Vullnetarizmi është një nga mënyrat më të bukura për të mësuar kuptimin e jetës. Ai nuk njeh moshë, as kufi, as gjumë, sepse ndihma, mirëkuptimi dhe dashuria janë gjumë univerzale që e kupton çdo zemër. Përmes vullnetarizmit, fëmijët dhe të rinjt mësojnë vlerat që ndoshta asnjë libër nuk mund t'i mësojë. Ata mësojnë të japin, të ndajnë, të dëgjojnë dhe të kuptojnë nevojat e të tjerëve. Në çdo aktivitet, qoftë në pikturimin e një muri, në ndihmën për një familje apo në lojën me një fëmijë, ata mësojnë se ndryshimi i vërtet fillon me një hap të vogël, por një hap që bëhet me zemër. Vullnetarizmi mëson fëmijët të jenë më të hapur, më të guximshëm dhe më të përgjegjshëm. Ai ndihmon të kuptojnë se çdo përpjekje ka vlerë, se çdo njeri mund të sjellë dritë në jetën e dikujt tjetër, dhe së bashku edhe gjërat më të vogla mund të bëhen të mëdha. Për të rinjt, kjo është një përvojë që i formon. I mëson të punojnë në grup, të besojnë të tjerëve, të respektojnë kulturat e ndryshme dhe të zhvillojnë aftësitë që do të duhen në jetë. Nëpërmjet ndihmës që japin dikujt tjetër, ata në fakt zbulojnë veten. Nga ana tjetër, për komunitetin, vullnetarizmi sjell frymë të re. Krijon lidhje mes brezave, mes njerëzve që ndoshta nuk do të ishin takuar ndryshe. Fëmijët i ndihen të vlerësuar, prindrit të shohin shpresën në sytë e tyre, dhe shoqëria bëhet më e bashkuar, më e dashur dhe më njerëzore. Këto nisma, si ajo që u zhvillua nga kjo organizatë, janë shembulli më i mirë se si një grup i vogël njerëzish me zemër të madhe mund të ndryshojnë botën përreth tyre. Ata nuk ofrojnë vetëm ndihmë materiale, por durojnë kohën, dashurinë, përkushtimin dhe mbi të gjitha shpresën. Sepse vullnetarizmi është një shkollë që nuk ka banka, por ka zemra që mësojnë çdo ditë. Një vend ku mësuesi dhe nxënësi janë njësoj, të dy japin dhe marrin dashuri, njohuri dhe përvojë. Të ndihmosh do të thotë të kuptosh, të falësh kohë, buzëqeshje dhe forcë. Dhe për fëmijët e të rinjt, kjo është mënyra më e bukur për të rritur, duke parë se bota bëhet më e mirë kur secili jep pak nga vetja. Vullnetarizmi nuk është vetëm një veprim, është një ndjenjë që të mbetet gjatë në shpirt, një kujtim që të mëson sa e madhe mund të jetë dashuria njerëzore dhe sa shumë mund të bëjmë kur jemi bashkë. Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se takohemi së bashku në një episod tjetër të emisionit Informohu edhe ti. Sot jemi mysafir tek organizata jo qeveritare Fëmijët e Malit të Zi, ku do të flasim për një temë të bukur e frymësuese. Fuqia e të rinjve si vullnetare të ndërtojnë një të ardhme më të mirë për fëmijët. Kemi kënaqësinë që prezantojmë një grup vullnetarësh nga Holanda, të rinj që kanë ardhur në Mal të Zi për të dhënë kohën, energjinë dhe zemrën e tyre në ndihmë të fëmijëve dhe komunitetit tonë. Përmes tyre do të mësojmë më shumë për përvojat, përshtypjet dhe kujtimet që do të marrin me vete nga vendi ynë. Më pas juftojmë të ndiqni edhe bisedën me drejtoreshën e organizatës jo qeveritare Fëmijët e Malit të Zi, e cila do të na tregojë më zyrësisht për bashkëpunimin me vullnetarë të ndërkombëtar, për projektet e fundit të organizatës dhe për vizionin që ajo ka për të ardhmen e fëmijëve në vendin tonë. Ky është një udhtim që na kujton se vullnetarizmi nuk është vetëm ndihmë, por edhe shkëmbim kulturash, forcë e solidaritetit dhe një shembull e fuqisë që kanë të rinj për të ndryshuar shoqërinë. Vullnetarët nga Holanda ndanë me ne përshtypjet e tyre për qëndrimin në Mal të Zi dhe për përvojën që kanë përjetuar gjatë aktiviteteve të tyre këtu. Ata folën për mikpritjen të ngrohtësinë e njerëzve, për natyrën e bukur, malet mahnitëse dhe kulturën që siç thanë është shumë e ndryshme nga ajo e vendit të tyre. Për shumë prej tyre kjo ishte hera e parë që vizitonin Malin e Zi. Dhe ndjenja që e shoqëronte më shumë ishte mirënjohja për përvojën, për miqësinë dhe për mundësinë për të dhënë diçka nga vetja. Ata treguan se kanë marrë pjesë në aktivitete të ndryshme, nga përgatitja e ushqimit për familjet që kanë më pak mundësi, deri te pikturimi i mureve, rinovimi i hapësirave dhe puna me fëmijët.
Sipas tyre, kjo ishte një përvojë e bukur dhe e paharrueshme, sepse përmes së ndihmës ata mësohen shumë edhe për veten, për vlerën e mirësisë, bashkëpunimit dhe mirënjohjes për gjërat e vogla. Të rinjt nga Holanda u shprehen se fëmijët këtu janë shumë të thjeshtë, të dashur dhe falendërues për çdo gjë që kanë, gjë që i ka prekur shtet dhe i ka bërë të kuptojnë se lumturia shpesh gjendet në gjërat më të vogla. I'm Lotte and I'm coming from the Netherlands. I'm Tim from the Netherlands. Yes, it's my first time and I like it here. Yeah. Yes, this is my first time. I really like it. I think the people are very kind and the weather is so nice. I also like this culture. It's very different than in the Netherlands, so it's a whole new experience. I think the weather, it's very warm and the people are very kind and yeah, very kind. I want to see another country. I never been in Montenegro before and I want to help people because I like to help people. We make some food for people with not much money. We're now painting walls and renovate a room. We also went to a cornfield and we picked the flowers of the corn so people can make baskets of it. We were going to the Women's of Bar and we are making food for people that can do it. And we are now at the Children of Montenegro and we are making a new room. We are painting and yeah. Because I want to learn new things, a new country, and I was very curious about how people live here and what they do. I feel very useful and yeah, I like it. I'm feeling really good. I'm very thankful to be here and to make people smile. So yes. I think when we were making some things and people are so happy and you're smiling. So yeah. I think the experience was very nice, and it's something I don't forget. They're very kind. So yeah, and they're so helpful and kind, and I think yeah. The life is very different and not everywhere the same, and they're very thankful for what they have. So in the Netherlands, we often say we want more, but here are the kids very thankful. That's it was very nice to help people, and the people are very kind, and I think yeah, it was amazing to be here. So I think that it was amazing. I learned a lot, and I think I will tell them that we have to be glad for what we have. I think yes, I think it was the mountains here are very beautiful and the nature, it's beautiful, and I think the weather is better than the Netherlands. So yeah, I think yeah. Në vazhdim dëgjojmë edhe dy nga vullnetarët e tjerë nga Holanda, Linën dhe Ralfin, të cilët ndanë me ne përvojat e tyre personale gjatë qëndrimit në Maltezi. Ata folën për natyrën e bukur të vendit tonë, për malet që i kanë impresionuar, për ngrohtësinë e njerëzve dhe për mikpritjen që siç thanë i ka bërë të ndihen si në shtëpi. Të dyja theksuan se qëllimi i tyre ishte të ndihmonin, të mësonin diçka të re dhe të njihnin kulturën e vendit tonë përmes punës vullnetare. Ata rrëfyen me shumë entuziazëm për aktivitetet që kanë realizuar, nga përgatitja e pakove ushqimore dhe ndihma për familjet në nevojë, deri te puna me fëmijët dhe krijimi i hapësirave të reja për ta. Për Linën dhe Ralfin, kjo ka qenë një përvojë që i ka bërë të kuptojnë sa shumë vlerë ka ndihma, mirësia dhe mirënjohja për gjërat e vogla në jetë. I'm Lena and I'm from the Netherlands. I'm Ralph. I'm from the Netherlands. Yes, it is. Yes, this is my first time in Montenegro. I love it here. The people are super nice and it's amazing. It's a very beautiful country. A lot of nature, a lot of new culture. It's very great.
Well, the nature is beautiful. I love the mountains because we don't have mountains in the Netherlands. And the people are really nice. They welcome us with open arms and everything. We want to help the people here because we see the difference about the Netherlands and here. That's why we're here to help. Well, I think I love traveling and I like helping people and socializing with people that I don't know. So, like, I didn't know half of the group. So, meeting them and coming here and meeting people is what I really like to do. So, that's mostly why I chose to come here. The activities here are good. We are doing the job we're going to do. And we are here to see the people and to do something for them. So we've been to a bar, and in bar they make like food packages for people that can't make them for themselves. So we helped with like giving them to people and sorting out clothes that they give to people. That was really nice. Now we're here and I'm all covered in dust because we're sanding the walls and we painted them, and we played with children yesterday. We made like little ornaments and stuff. It was really nice. We also picked up like corn leaves, which I think it was Pamarkt, and they make like baskets with the leaves, and we're planning on visiting them as well, like again to see the baskets that they make, and it's like that sort of activities. It's feeling good because I want to help them, and that's why we are here. And I think that the people need us. It's really nice. Like you see people, and like in the Netherlands, you don't really see it. And there definitely are people that aren't that wealthy, but you don't really see it. And here, like you're giving the food to people and they're really grateful. And you're like, you talk to them for a bit and it's really nice. It's like, it's a good feeling. My family and friends are proud of me that I'm here to help the people. And my family are also missing me, but I am very proudfully that I'm here. Well, I'm already calling them every day and I'm like reporting what we've been doing. But like I will mostly tell them that they should visit. Like they should definitely come here and just like for a vacation because it's so beautiful. Në fund të bisedës, Lina dhe Ralph ndan edhe një mesazh të bukur për të gjithë të rinjtë që duan të ndihmojnë. Ata folën më shumë admirim për bashkëpunimin me organizatën Fëmijët e Malit të Zi dhe për mënyrën se si puna e përditshme e vullnetarëve ndikon në jetën e njerëzve. Të rinjtë holandez theksuan se vullnetarizmi është një përvojë që të pasuron shpirtërisht, sepse të jep mundësinë të ndryshosh diçka, qoftë edhe të vogël, në jetën e dikujt tjetër. Ata u bën thirrje të gjithëve që nëse kanë mundësi të përfshihen në projektet e tilla, sepse siç thanë ata, ndihma, dashuria dhe përkushtimi janë vlerat më të bukura që mund të ndajmë me njëri tjetrin. Yeah, because like we have Tamara, she helps, and I think it's really beautiful what she does because she's always helping people and she takes in extra time of her days, and I think you should volunteer if you can and you're able to. Tip I have is if you are a good person and you want to help people, join this because we need some people to help us, and that's why we're joining this. But also that I do recommend like volunteering, and if you like have the opportunity to go somewhere and volunteer, you should take it and do it because it's really beautiful. Pas bisedave me vullnetarët nga Holanda, të cilët ndanë në një përshtypje dhe emocionet e tyre, vendosëm të flasim edhe me personin që qëndron pas organizimit të gjithë kësaj nisme, drejtoreshën e organizatës jo qeveritare Fëmijët e Malit të Zi. Përmes kësaj intervistës, synuam të kuptojmë më shumë mbi bashkëpunimin me vullnetarët ndërkombëtar, si lindi ky projekt dhe sa ndikim të madh ka te fëmijët e përfshirë në të. Zonja Sabra na foli me pasion për përvojat që kanë përjetuar, për mënyrën se si fëmijët reagojnë ndaj aktiviteteve dhe për rëndësinë që ka vullnetarizmi në formimin e presit të ri. Në këtë bisedë ajo ndalet edhe tek projektet më të fundit të organizatës, tek sfidat e përditshme me të cilat përballet, por edhe tek momentet më të bukura që japin forcë për të vazhduar punën. Kjo është një histori për përkushtimin, humanitetin dhe fuqinë e bashkëpunimit.
sepse përmes punës së përbashkët, ata po ndërtojnë një ambient më të ngrohtë dhe më të sigurt për fëmijët tanë. Sabra, përshëndetje, faleminderit që çdo herë na pritni këtu në ambientet tuaja. Duhet të dimë më shumë se si lindi bashkëpunimi me grupin e vullnetarëve nga Holanda. Faleminderit juve për vizitën e sotme. Kjo ishte një ide e cila ishte përgatitur qysh në vitin e kaluar, pasi që ne si shoqat jo qeveritare shprehim dëshirën që të kemi një aksion të tillë, vullnetar të tillë në shoqatën tonë dhe pasi që shprehim dëshirën u takuam me koordinatoren e tyre, e cila na spjegoi rrjedhojën e aktiviteteve dhe do të thot në shtator tani këto 2 ditë i kemi mysafir 15 vullnetar nga një shkollë nga Holanda, të cilët janë duke përgatitur dhomën ku ne punojmë me fëmijët me pengesë në zhvillim këtu në shoqatën Fëmijët e Malit të Zi dhe përgatitja është duke u realizuar në nivelin e duhur, pasi që këto vullnetarë edhe nuk kanë një përvojë të madhe rreth rregullimit, por e shoh se dëshira është shumë e madhe për arsye se për ta është qëllimi i rëndësishëm dhe ata ja kanë kushtuar dje tërë ditën që ta përgatisin hapësirën, që ta ngjyrosin dhe krejt materialin e kanë ble vetë, e kanë përgatit vetë dhe kjo është një hap se si ato do të thotë gjatë rrugtimit të tyre, gjatë jetës së tyre, vetë disohen, njoftojnë kultura të ndryshme, të thotë ne i kemi pruktontos, por qëllimi është jo vetëm që të rrim këtu të mbyllur në këtë hapësirë dhe vetëm që të bëjnë punë, por qëllimi është që edhe të njoftohen me rrethin ton, me kulturën ton, me traditat tona, kështu që përgatisim edhe pak një vizitë shkollës fillore Mahmut Lekić, ku ato do të shoqërohen edhe me fëmijët tanë dhe do të bëjnë gjithashtu një aksion edhe atje tek shkolla. Pastaj e kemi realizimin edhe një aktivitetit këtu në shoqat, ku do të mësojnë le të themi vallën ton shqiptare, shoten etj, kështu që krejt dita ishte mbushur me aktivitete të ndryshme. Tje kemi pasur edhe një shoqërim me fëmijët tanë me pengesa në zhvillim, të rinj që kanë pengesa në zhvillim, ku realizuam një punëtori së bashku, ku fëmijët u shoqëruan, por edhe punuan punë dore së bashku. Kështu që ky rrugtim është një përvojë edhe për ne, që të njihemi edhe ne me kulturën e tyre, me traditën e tyre, mënyrën se si funksionojmë, dje pa të marrë vesh që në këtë grup vullnetarëve që kishin ardhur këtu, kishte edhe të rinj që kanë pengesa në zhvillim, çka për ne është e pakuptueshme që dikush që ka pengesa në zhvillim të shkojnë në një rrugë të tillë edhe të marrë një vendim që do të thotë të punoj në vete, që të përfitoj aftësi të ndryshme edhe të rrisi kvalifikimet e tyre. Do të thotë Ralfi është njëri ndër ato që u intervistuan dhe ai ka elemente të autizmit, siç më ka shpjeguar dje, dhe përvoja e tij është shumë fantastike. Ne nuk i kemi mundësitë e tilla, por unë e kuptova se edhe si mund ne ta përmirësojmë, le të themi edhe përvojën tonë në punë me fëmijë që kanë pengesë në zhvillim, me autizëm, sepse përvoja e tij ishte fantastike. Ai në fillim gjatë shkollimit të tij ishte në një shkollë krejt posaçe, do thot ku shumicën e kohës e kanë kaluar në natyrë, duke u shkallëcu edhe siç thot Ralfi duke u njoftu me vetveten. E pastaj vjen shkrimi, leximi, aftësimi tjetër etj, çka ne do të thotë qëllimi jonë është që t'i fusim fëmijët në shkollë sa më përpara dhe nuk di se sa jena të vetëdijshëm se sa duhet t'i realizojmë apo sa i realizojmë aftësimin e këtyre fëmijëve për një jetë më të pavarur. Ato gjithashtu do të thotë si të rinj me pengesë në zhvillim e kanë edhe do të thotë pavarësinë që jetojnë me të rinj të tjerë që kanë pengesë në zhvillim së bashkut, i ndajnë punët së bashkut, edhe krijojnë një atmosferë ku ata do të thotë përvetsojnë aftësi të ndryshme, por edhe procesi
i stabilizimit i jetës së tyre të pavarur është në nivel shumë më të lartë dhe shumë më të organizuar se ç'është tek ne. Do të thotë kjo më la mua përshtypje që edhe në të ardhmen ndoshta dhe ne të luftojmë në vendin tonë që t'i arrisim ndoshta qëllime apo pikpamje të tilla që nuk është gjithmonë ajo pjesa akademike që duhet të zhvillohet tek këto fëmijë, por duhet përvetësuar edhe duhet zhvillohen edhe disa aftësi të tjera. Kështu që pyetja ime do ishte se sa i rëndësishëm është roli vullnetarizmit në zhvillimin e fëmijëve dhe të rinjve, por do e lidhim edhe me këtë shembull ndoshta që ndat pak më. I shumë i rëndësishëm se ne kemi vrejtur një dallim shumë të madh mes të sjelljeve të rinjve tanë edhe sjelljes së këtyre të rinjve të cilët sapo e pan se çka duhet të rregullohet, për një herë u organizuan, i ndan punët dhe filluan të punojnë. Derisa tek fëmijët tanë, tek të rinjt tanë, ne vrejmë tek vullnetarë që ne i angazhojmë, e vrejmë që nuk ka një farë lirie, që nuk ka një farë organizime, që gjithmonë presin nga të rriturit se si do t'ja ndajnë punën, se si do t'i tregojnë se çka duhet të punojnë, do thotë ai motivimi ndoshta nuk ekziston në atë nivel, edhe nganjëherë unë them ne prindrit vetë jemi fajtor për atë se nuk ja zhvillojmë shkaftësitë, nuk i lajmë që fëmia vetë që të rinjt tanë të përvetësojnë. Shumë herë kur kemi ba aksione, kemi ba thirrje të vullnetarëve, shumica e fëmijëve thoshin çka fitoj unë me ata. Do thotë çka fitoj nga ana materiale. A paguhem. Besoni që këto vullnetar vetë e kanë organizu së bashku me mësimdhansët e tyre, do të thotë krejt udhëtimin e tyre kanë pagu, ushqimin, buajtjen, krejt këto shpenzime i kanë pagu vetë për arsye se kontributi i tyre, atë se çka kanë menuar ata se do të realizojnë shumë më i rëndësishëm se sa ajo pjesa financiare. Edhe mua më duket që janë më të përgatitur për jetë, më të përgatitur që të hyjnë në disa sfida dhe të përballen me ta. Pavarësisht se, do të thotë, në fillim, a do ta realizojnë punën mirë apo jo, e rëndësishme ish ky motivimi, dëshiri që unë po them prap tek të rinjt, jo tek të gjithë, por tek disa të rinjt, ndoshta edhe shumica e të rinjve në vendin tonë, kjo gjë na mungon shumë. Unë do të thotë kam xhiruar pjesën që ku neve na lypet ndihma, edhe i kam sugjeru se çka kishin mujt me punu, por krejt ideja ka qenë e tyrja, do të thotë një bashkëpunim i tillë, për arsye se ndoshta edhe vizatimet që ata kanë dashme i vendosur në mur, nga ana profesioniste, unë jam konsultuar me profesionist ku më kanë sugjeruar që nuk duhet të ekzistojnë ngjyra të ndritshme, nuk duhet të ekzistojnë ngjyra që të rrhekin vëmendjen nga fëmia, kështu që kemi vendosur që të japim ngjyra që janë relaksuese, siç janë ngjyra blu e tjerë e tjerë. Kështu që koordinimi ka qenë i dyanshëm dhe me një marrëveshje shumë të lehtë, me to shumë të kuptueshëm, dhe unë jam shumë e kënaqur edhe pse ndoshta në këtë moment jemi në rrëmuj, por kur të krehet krejt, do të thotë procesi do të jetë një hapësirë shumë e rëndësishme për fëmijë, për arsye se krejt trajtimet ne i realizojmë pikërisht në atë hapësirë që ata janë duke rregulluar. Po si është pritur nga fëmijët apo dhe punonësit angazhimi vullnetarëve ndërkombëtar? Në një aspekt shumë të mirë, për arsye se edhe ne njihemi me procesin, se si reagojnë vullnetarët tek diçka që është e re për ta, si e përfitojnë, si mund të na ndihmojnë, si mund ne atyre t'i ndihmojmë që të kenë një përvojë sa më të mirë, që ta dinë arsyen pse janë këtu, që të marrin edhe ato një përvojë pozitive. Deri tani janë shumë të kënaqur, janë shumë të organizuar, janë shumë të motivuar, edhe përshtypjet mbresat e tyre ishin shumë pozitive me shoqatën tonë. Ata kishin vizituar edhe disa shoqata të tjera, ku në shoqatat në Podgoricë edhe në Tivar, ku kanë pas mbresa të ndryshme, por pikërisht janë mbresat nga ky vend, nga Tuzi, nga shoqata Fëmijët e Malit të Zi
që u kanë lanë përshtypje më së tepërmi, le të shohim, do të shohim në fund se si do të jetë evaluimi i tyre. Ata e kanë edhe një proces tjetër, kur t'i krejnë krejt punët dhe kur të kthehen në Holand, do të thotë kanë mentorim, do të edhe evaluim, edhe procesi të këto është shumë i rëndësishëm. Do të thotë pjesëmarrja për arsye se secili prej tyre e ka atë rolin e vet, edhe në bashkëbisedim me koordinatorin e tyre do të shihet se sa e kanë përmbush ata atë rolin që ja kanë përcaktuar vetes edhe sa janë të kënaqur me këtë rrugtim. Ekziston mundësia të na vinë përsëri, për arsye se kanë shprehë dëshirën që në të ardhmen të na vizitojnë përsëri, ndoshta jo i njëjti grup, ndoshta një grup tjetër, por për mua personalisht dhe për shoqatën tonë është një ndihmë e madhe dhe është një bashkëpunim që shpresojmë se do ta kemi si një pikë suksesshme dhe pozitive edhe për të ardhmen. Sa i përket planeve për të ardhmen, Sabra shprehet se organizata do të vazhdojë të zgjerojë bashkëpunimet dhe të krijojë projekte të reja që synojnë mbështetjen e fëmijëve dhe të rinjve në Maltezi. Pikërisht tani jemi duke realizuar një projekt të vogël i cili zgjat 3 muaj, i cili është i financuar nga enti për punësim, por i cili e ka trajtën e punësimit, le të themi, të personave që punojnë direkt me fëmijë me pengesa në zhvillim dhe të rinj që kanë pengesa në zhvillim, dhe janë pikërisht përmes këtij projektit janë të punësuar 4 persona, të cilët punojnë direkt me këto fëmijë me pengesa në zhvillim, dhe është një lehtësim shumë i madh për ne, për arsye se për këto 3 muaj disi mund të marrim frymë më lehtë dhe mund të punojmë në një mënyrë më të relaksueshme. Kemi një numër të madh të fëmijëve, të cilët për çdo ditë vinë në këto trajtime individuale, të cilat zhvillohen me ta këtu në shoqatën Fëmijët e Maltezi. Do të fillojmë së shpejti edhe një projekt tjetër, i cili është i financuar nga Bashkimi Evropian, por ai realizohet, ne jemi vetëm partner në atë projekt, edhe pse aktivitetet e atij projekti nuk do të realizohen pikërisht në Tuz, por në komunat të tjera në Maltezi, le të themi që është një kontribut i madh për zhvillimin edhe të aftësive tona që nesër të aplikojmë edhe për fondet e Bashkimit Evropian, etj, kështu që presim edhe rezultate tjera për një projekt ku kemi aplikuar, por këto janë rezultatet, le të themi, të punës, përgatitjeve të ndryshme që kemi bërë deri tani. Mendoni se ky bashkëpunim do të ndikojë në rritjen e ndërgjegjësimit për të drejtat e fëmijëve në Maltezi? Do të mendoni se do ketë një ndikim pozitiv? Ne shpresojmë dhe do ta promovojmë këtë aktivitet dhe do të mundohemi, për arsye se shohim se sa është edhe fuqia e zhvillimit edhe vetëdijësimit të vullnetarizmit, sa të rinjt tan mund të aftësohen edhe të fitojnë shkatësi të ndryshme kur ata janë vullnetar, por duhet të ekzistojë, do të thotë, edhe një, le të themi, organizim i tillë i cili do t'i motivoj të rinjt tanë që të bëhen vullnetar, por shpresoj se ndoshta duke aplikuar modelin e tyre, ndoshta mund edhe ne në të ardhmen të bëjmë kontribute të ndryshme duke i angazhuar vullnetar si një forcë punuese, por edhe si një forcë e cila mbështet aktivitetet të tilla, pikërisht qoftë që jemi në dijeni që ne në Tos nuk kemi një qendër ditore dhe të rinjt tan pasi që përfundojnë shkollën e mesme nuk e kanë, do të thotë, hapësirën ku ata ta kalojnë kohën e lirë përveç këtu në shoqatën tonë, dhe vullnetarët nga Malësia, nga Tuzi do të kishin dhënë një kontribut shumë të madh në rast se kishin shprehë dëshirën të jenë vullnetarë dhe të marrin pjesë në aktivitete të ndryshme që ne i realizojmë këto. Pikërisht këto ne një herë në javë organizojmë, do të thotë, shoqërim, punë dore, etj, dhe i ftoj të gjithë të rinj që kanë dëshirë të japin kontributin e vet, kanë kohë të lirë, një herë në javë të na bashkangjiten edhe të bashkëpunojmë së bashkut. Kështu që mendoni se është mundur të realizohet edhe me vullnetarët nga Malësia, po Ashtu është.
Ashtu është. Mirë, po, Sabra, çfarë përfitime shihni tek fëmijët që marrin pjesë në këto aktivitete? Do të thotë, mendoni se janë më të hapur, më kreativ apo jo? Me komunikativ, fitojnë shkallësi të ndryshme. Nesër do të thotë kur vendosin me shku më gjatë, me regjistru fakultetet ndryshme, ky është një motivim. Shtesë, enkas, ato këto mund të fitojnë edhe certifikata të ndryshme që mund t'i ndihmojnë kur aplikojnë për stipendit ndryshme. Kështu që mundësia që ato të rriten, mundësia që ato të fitojnë shkallësi të ndryshme është reale dhe ata mund ta bëjnë këtë jo vetëm në shoqatën tonë, por edhe në shoqatat e tjera, në Maltëzi, në Podgoricë, varësisht prej asaj se çka u intereson, me çka duan të merren në të ardhmen, por gjithsesi ne e dim se gjatë studimit apo gjatë shkollimit nuk është e mundshme kjo pjesa praktike të fitohet aq e lehtë, kështu që shoqatat jo qeveritare ndërto edhe na jemi të hapur që të rinjt vullnetar ta kenë mundësinë që të shkatësohen, që të fitojnë shkatësi të ndryshme në këtë nivel, edhe t'i motivojmë që të kenë një shtytje që të shkojnë më gjatë edhe në studime apo edhe ta përcaktojnë profesionin e vet sipas atyre shkatësive që i pëlqejnë edhe i kanë fitu. Po, fëmijët në përgjithësi sot nga përvoja juaj, çfarë është ajo që fëmijët kanë më shumë nevojë? Do të thotë lojë, dashuria, por do të jetë ajo mbështetje emocionale? Apo ndoshta është edhe deri tek Të gjitha një kombinim shumë i mirë i gjitha. Ne si prind, do të thotë, unë si prind, i kam edhe fëmijët e vet, i përkushtohem shoqatës, por e shoh sa e rëndësishme është i përkushtohesh edhe familjes, edhe fëmijëve, që ato të zhvillohen në një mënyrë të shëndoshtë dhe të përfitojnë sa më shumë nga edhe përvoja jonë, por edhe shkatësohen edhe ato si fëmijë që të jenë më të pavarur. Një ky është qëllimi, jo vetëm për fëmijë që kanë pengesa në zhvillim, se ne këto çfarë bëjmë? Ne më së shumti punojmë me to që ato të aftësohen të jenë më të pavarur. Por edhe për fëmijët tanë ta dim të ndajmë punën, shpesh dështojmë edhe si prind, dhe me thënë kur merrem vesh edhe me fëmijët tanë se si munden me marr pjesë në detyrat e shtëpisë, etj, shpesh dështojmë, por duhet të kemi durim dhe duhet ta shohin fëmia qëllimin se çka përfiton. Mirë. Cili ka qenë momenti më emocionues, të them, për ju personalisht gjatë këtij bashkëpunimi me vullnetarët? E ceka edhe më herët, unë nuk e kisha idenë dhe nuk e kisha informatën që kishte ndërto fëmijë apo të rinj që kanë pengesa në zhvillim, dhe për mua ky moment ishte emocionues se duke punuar me këto të rinj, me këto fëmijë, pikërisht unë kurrë nuk e kam përftyru që mund një i ri që ka elemente të autizmit të funksionojnë në atë mënyrë të pavarur, edhe ishte shumë emocionuese. Unë pastaj e mora me vete në zyre që të ndihmonte edhe të më tregonte se kishim bler material didaktik nga organizimi i një donacionit nga Malësia e Madhe për fëmijët që kanë autizëm, dhe pikërisht isha duke diskutuar me këtë vullnetar se a janë këto mjete të dukshme, a janë këto mjete të duhura për punën me fëmijë me autizëm, për arsye se ky donacion do të realizohet javën e ardhshme dhe shpresoj se edhe ju do ta përcjellni dhe do ta ndjekni këtë informacion. Bëhet fjalë për 13 fëmijë me autizëm, të cilëve u ish bler material didaktik. Pas emisionit i cili u realizua në Bojin, erdhëm deri tek konkluzionit që do të ishte mirë që këta fëmijë në shtëpi të kenë mjete didaktike pune, ku edhe prindët e tyre mund të përfshihen edhe mund të punojnë direkt me fëmijët e vet. Po, visioni juaj për të ardhmen e organizatës Fëmijët e Malit të Zi në mbështetjen e fëmijëve, cili është? Vizioni është që të jemi një qendër funksionale e cila do t'i ndihmoj fëmijëve qysh në moshën e hershme
qysh në moshën zhvillim të hershëm do të jetë lidhje e mirë me komunitetin, me shkollat, me komunën e Tuzit, institucionet e tjera dhe do t'u ndihmoj personave me aftësi të kufizuara që të gjejnë punësim dhe të aftësohen në të ardhmen që të jenë sa më të pavarur. Dhe për fund cili do ishte ai mesazhi që do doni të përcjellni të rinjve që ndoshta hezitojnë të angazhohen si punëtar, jo vetëm në këtë qendër, por ndoshta në qendra. Ashtu është, ne jemi të hapur për bashkëpunim, por edhe ato si të rinj duhet të shikojnë se cila mundësi përgjigjet më tepër, por gjithsesi aftësitë janë ato që i bëjnë një të ri sa më të suksesshme nesër për çfarëdo lloj pune që ka me vendos në jetë që të merret me të, do të thotë aftësimi shumë i rëndësishëm, shkaptësitë janë shumë të rëndësishme. Atëherë më mbetet ju falenderoj për kohën dhe t'ju uroj shumë suksese në projekt. Faleminderit edhe juve. Vullnetarizmi është një nga mënyrat më të bukura për të mësuar kuptimin e jetës. Ai nuk njeh moshë, as kufi, as gjumë, sepse ndihma, mirëkuptimi dhe dashuria janë gjumë universale që e kupton çdo zemër. Përmes vullnetarizmit, fëmijët dhe të rinjt mësojnë vlerat që ndoshta asnjë libër nuk mund t'i mësojë. Ata mësojnë të japin, të ndajnë, të dëgjojnë dhe të kuptojnë nevojat e të tjerëve. Në çdo aktivitet, qoftë në pikturimin e një muri, në ndihmën për një familje apo në lojën me një fëmijë, ata mësojnë se ndryshimi i vërtet fillon me një hap të vogël, por një hap që bëhet me zemër. Vullnetarizmi mëson fëmijët të jenë më të hapur, më të guximshëm dhe më të përgjegjshëm. Ai ndihmon të kuptojnë se çdo përpjekje ka vlerë, se çdo njeri mund të sjellë dritë në jetën e dikujt tjetër, dhe së bashku edhe gjërat më të vogla mund të bëhen të mëdha. Për të rinjt, kjo është një përvojë që i formon. I mëson të punojnë në grup, të besojnë të tjerëve, të respektojnë kulturat e ndryshme dhe të zhvillojnë aftësitë që do të duhen në jetë. Nëpërmjet ndihmës që japin dikujt tjetër, ata në fakt zbulojnë veten. Nga ana tjetër, për komunitetin, vullnetarizmi sjell frymë të re. Krijon lidhje mes brezave, mes njerëzve që ndoshta nuk do të ishin takuar ndryshe. Fëmijët i ndihen të vlerësuar, prindrit të shohin shpresën në sytë e tyre, dhe shoqëria bëhet më e bashkuar, më e dashur dhe më njerëzore. Këto nisma, si ajo që u zhvillua nga kjo organizat, janë shembulli më i mirë se si një grup i vogël njerëzish me zemër të madhe mund të ndryshojnë botën përreth tyre. Ata nuk ofrojnë vetëm ndihmë materiale, por durojnë kohën, dashurinë, përkushtimin dhe mbi të gjitha shpresën. Sepse vullnetarizmi është një shkollë që nuk ka banka, por ka zemra që mësojnë çdo ditë. Një vend ku mësuesi dhe nxënësi janë njësoj, të dy japin dhe marrin dashuri, njohuri dhe përvojë. Të ndihmosh do të thotë të kuptosh, të falësh kohë, buzëqeshje dhe forcë. Dhe për fëmijët e të rinjt, kjo është mënyra më e bukur për të rritur, duke parë se bota bëhet më e mirë kur secili jep pak nga vetja. Vullnetarizmi nuk është vetëm një veprim, është një ndjenjë që të mbetet gjatë në shpirt, një kujtim që të mëson sa e madhe mund të jetë dashuria njerëzore dhe sa shumë mund të bëjmë kur jemi bashkë.